mbroma në Top Story. Është një ngjarje e kopshme që ka tronditur çdo që kupton që të jetosh në këtë vend nuk ke minimumin e sigurisë. Mendoni, është ngjarja e parë që pas 3 dekadave tranzicion ndodh që një gjykatës të vritet brenda ambientit të tij të punës në gjykatë. Ka shumë për të thënë sepse kjo ngjarje ka shumë dimensione. Dimensionet që ka është çështja e pronës, çështja e sigurisë, çështja e shtetit që duhet siguroj institucionet e drejtësisë, të cilët nuk duhet ta çojnë çështjen në vetgjyqësi, besimi, kredibiliteti dhe gjithçka tjetër që lidhet me jetën e shqiptarëve. Sot gjithë shqyrtimet dhe shqiptarët janë ndarë ndoshta në 2 kampe të dyja të shëmtuara. Të dyja të shëmtuara për një arsye. Janë disa që thonë na e ka sjell drejtësia në maj të hundës, e për fatkeqësi mund të urojnë dhe mallkojnë, dhe janë disa të tjerë që flasin mirë për gjyqtarin që u bë i ndjeri dhe tregojnë që është ndër ata të paktët që ndoshta duhet nderuar për ndershmëri. Të gjitha këto janë çështje perceptimesh. Ne do të shkojmë hap pas hapi në gjithë kalendarin që është prej 3 dekadash. Janë 30 vite ku ka nisur pretendimi për këtë çështje gjyqësore. Kjo është fillesa dhe kjo është mbaresa e sotme.